Partia Socialiste ka reaguar ashpër ndaj situatës së krimit në vend, duke ju referuar ngjarjeve të ditëve të fundit nga Selia Roz. Deputeti Sajmir Tahiri ka bërë përgjegjës direkt për këtë kryeministrin Berisha. Tahiri tha se përgjegjësia bie mbi kreun e qeverisë, për sa kohë që në institucionet kyçe janë vënë persona jo profesional dhe militant partijak. Për masakrën e përditshme që po ndodh sot, për vjedhjet dhe grabitjet, për aksidentet rrugore, për plagosjet dhe vrasjet, ka vetëm një përgjegjës, dhe ky është Sali Berisha. Përgjegjësi që fillon që nga emërimet në pozicionet kyç të shtetit, të militantëve partijak, por të paaftë për një punë, të mungesa e burimeve financiare dhe infrastrukturore, e deri te mungesa e vullnetit për të qeverisur, e për të garantuar standard minimal, sigurie dhe garancie për jetën e çdo qytetari shqiptar. Duke ju referuar kësaj situate, Tahiri tha se me ardhjen në pushtet, Partia Socialiste do të garantojë sigurinë dhe jetën e qytetarëve në të gjithë vendin. Ne do i rikthejmë qytetarëve sigurinë, qetësinë dhe garancinë për jetën e përpronën, duke i kthyer më së pari pavarësinë e institucioneve kushtetuese për të rikthyer dinjitetin shtetit shqiptar, institucioneve dhe qytetarëve. Ne do garantojmë jetën, pronën dhe dinjitetin e çdo qytetari, siç do vëmë para hekurave të ligjit, çdo bandit a kriminal, hajdut a grabitës, qoftë dhe këta që janë në pushtet sot. Ju faleminderit.